Gerta? Për të ligë, dim kush është i ligë në shtëpi. E nisim ta komentojmë me ty. Jam e shokuar, realisht. Nga pamjet e fundit, apo nga i gjithë klipit? Atë, me thënë të drejtën, për atë pjesën, i dola për zot vetes time, ja thash edhe në sy, unë edhe po dërgoj zemra, i dërgoj kujt të dua, edhe 30 vetave, edhe s'm gjykon dot njeri, se jam beqare, ndërkohë, me të sulmu, me një gjë që e ka bërë vetë, ndaj shkurtës, dhe më tha e kam shoqe, ndërkohë shkurta thotë që unë nuk e njoh, apo jo. Duke qenë i martuar dhe të sulmon, me një gjë që e ka bërë vetë. Dhe 2 ditë para të thotë, unë ty të respektoj se je nën, dhe ditën tjetër të sulmon në moral, duke ditur shumë mirë që është duke dëgjuar vajza ime. Dhe për më tepër, shkon dhe fshe kukullën që unë e ka marrë me aromën e vajzës time dhe që më jep forcë. Kur shtrihem në darkë, e marrë, e kam pranë dhe më jep forcë të vazhdoj ditën tjetër. Tani unë nuk dua të flas, sepse po të flas, ndoshta do ta teproj dhe nuk dua ta teproj, por që besoj se publiku e pa se kush është Lapinot Rexha. Ky është Lapinot Rexha. Një njeri i ullët që fshihet mbas fesë dhe njeriu të fetar, por që nuk ka pikën e karakterit edhe të burrnis. Kaq, s'kam gjë për të thënë. Edhe unë s'kam më marrëdhënie, as ja ha bukën më, në qoftë se do jemi të dy bashkë. Unë nuk ja ha bukën më, se buka nuk përmendet. Bravo. Dhe nuk kam asnjë lloj komunikimi me të, sepse unë me njerëz të këtij niveli nuk komunikoj.